O ju vëllezër, qëndroni pas namazit, qëndroni dhe përmendni Allahun azza wa jall. Së paku 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, dhe përfundoni me la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i shtyhen të gjitha gjunahet, edhe nëse janë sa shkumba e detit. Po përderisa ti je në mexhlis, melekët luten për ty. Përderisa je në atë vend ku e ke fal namazin dhe qëndron, melekët thonë Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. O Zot, falja gabimet atij, falja gjunahet. O Zot, mëshiroje. Pas ke nevojë për mëshirën e Allahut. As ke nevojë që Allahu të të shlin gjunahet. A thua je i garantuar se s'ke bë gjuna gjatë ditës? Po ne prej mëngjesit o ju vëllezër deri në mbrëmje bëjmë gjunahet.